Sinani, 24 vite më parë, në rolin e kapitenit, patët ju shansin e parë për të ngritur kupën i pari. Kupën e titullit kampion që në fakt është i fundit aktualisht për Vllaznin. Si kujtoni ato momente? Kujtoj ata momente me mjaft nostalgji, kujtoj këtë stadium mushun, plot stadiumi dhe pjesë pistet, kishte njerëz shumë, domethënë me kapacitetin e tij, festë malle, në Shkodër emocionet të mëdha në sytë e gjithë secilit dhe çastet po harrueshme. Jo më kot edhe sot kujtohen me shumë nostalgji, me shumë dashuri do të thosh ato momente, edhe tregon që Shkodra feston në mënyrë të mrekullueshme titullin kampion. Virusin Sinani ka patur edhe fatin që gjatë karrierës tij fiton trofej dhe me ekipe të tjera. Po çfarë ndryshimi ka një fest, një titull me ekipin e Vllaznisë? Kam fituar edhe trofej me ekipe të tjera, është e vërtet. Janë bërë festa të ndryshme, jam një mirë, them drejtën edhe në ekipin ku kam qenë. Por festa e fituar titullit kampion në Shkodër është e paharrueshme, është e veçantë, është shumë më se çdo festë tjetër me ekipe të tjera. Jo më kot jo unë, por ata që e kanë përjetu vitin 2001 dhe që kanë qenë qoftë pjesë e ekipit, qoftë njerëzit dhe tifozët e mrekullueshëm, Shkodran që na kanë njeh, qoftë njerëz afër ekipit, ata e dinë çfarë emocionesh kanë qenë. Ata ndoshta jo i ditë, po ata 2-3 ditë. Kështu që uroj dhe besoj shumë që të festojmë prapë. Sot jeni pjesë e stafit Vllaznisë. Ju a keni treguar futbollistëve aktual këtë ndjesi të fitimit të titullit kampion? Po tjetër, jam mundu gjithmonë që të tregoj që delsh kampion me Vllaznin është një gjë e veçantë. Jeni me vite në zemrat e njerëzve edhe me vite në dashamirësve të Vllaznisë. Nuk i ikni kur prej zemrës. Janë një gjë që përjetohet rrallë, duhet me bën çmos që me marr titullin. Pasi tham drejtën, unë kam thënë edhe thaksoj gjithmonë, nuk është kollaj edhe dalën kupat e Europës në kampionatin tonë, pasi besoj që është kampionat me skuadra pak a shumë të përafërta dhe duke të përafërta normalisht që do të bëhet i fortë. Por titulli kampion, titulli kampion i vjen as qershia mi tort. Dhe shpresoj shumë që Vllaznia ta ketë këtë shans këtë vit. Dhe Sinani si njohës i mirë i futbollit shqiptar, mendon që Vllaznia ka vërtet shanse për të qenë ajo kampionja e këtij sezoni? Po tjetër që kena shanse shumë të mira, kena një ekip shumë të mirë, i ndërtuar mjaft mirë prej në fillim me lojtarë që na hapin zemrën në fushë dhe nuk kam pse mos të mendoj që na kena forcën dhe mundësitë me dal kampion. Lozim një stadium që do të jetë i tejmushën me Shkodran. Për këtë jam i bindur, njerëz që e dojnë Vllaznin me shpirt dhe i shoh sytë e tyre mas çdo fitoreve, me sa dashamirësi dhe me sa emocion e njekin ekipin, jam i bindur që do të jenë lojtarë 12 për ne, është pak a shumë nesh në Tiranë, po besoj që do të jetë nesh si më luajë në Shkodër, dhe pse jo mos fitojmë. Kena respekt normalisht për kundërshtarin që ka një ekip mjaft mirë, por uroj dhe shpresoj shumë që Vllaznia dalin kampion. Dhe të bëhet një festë e mrekullueshme si vitin 2001. Faleminderit Sinani. Faleminderit edhe juve.